sot është dita e 18 e blokadës së re pas qindra ditëve blokadave të kalume që ka bërë lëvizja vetëvendosje, e cila po vazhdon prap, edhe i ka dy elemente që besoj janë të rëndësishme. E para dëshmohet në mungesë serioze vetdijes institucionale dhe kombëtare në mirëmbajtjen e institucioneve dhe promovimin e sigurisë kombëtare. Dhe e dyta që është shkelje e patjetërsueshme e pa dilemë e ligjeve në zinxhir. Sikurse e dini, Aleanca sot ka paraqit kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës për diçka që është e zeza në të bardhë, për diçka që është krejtësisht e qartë, se as nuk kanë të drejtë ligjore dhe as nuk kanë mandat që të marrë nga parlamenti për të marrë vendime në emër të popullit Kosovës. Kur e marrin atë mandat në parlament, e që e thonë se e kanë shumicën, atëherë flitet për një situatë që është ligjore. Thelbi i krejtë situatës në cilën është Kosova është mos konstruimi i kuvendit, pra blokada e kuvendit. Kushdo dhe në çfarë do forme që të nëton të përqëndroj temat politike, ju lutem ta kemi qartë gjithë, sikurse publiku, populli i Kosovës, se në Kosovë ekziston një temë e madhe politike që është blokada e kuvendit Kosovës. Dhe kjo blokadë edhe e rrezikon funksionimin e institucioneve, por mbi gjitha e rrezikon Kosovën të futet në një situatë në cilën jo që nuk ka qenë asnjëherë më herët, por që nuk kanë me ditë as këta që duhet zemre janë panik sot, sepse unë mendoj që vetëvendosja është në panik ligjore dhe jo vetëm politike për veprimet që i ka bërë deri tash, edhe tenton, sikurse e kemi thonë shumë herë, në bindjen tonë ata e kanë vendosur me çu vendin sërish në zgjedhje, dhe gjitha veprimet tjera janë vetëm alibi për të gjetur një datë që i konvenon. Në secilën situatë dhe secilën rrethon tashmë politike, për Aleancën është diçka e qartë. Për zgjedh presidentin duhet marrëveshje politike, dhe për marrëveshje politike partijake ne nuk jemi të interesuar për çështjen përmbajtësore, që janë 6 kërkesat tona për vendime strategjike dhe jetike për Kosovën. Dhe rrjedhimisht, sikurse është thënë që nga 26 qershori, Aleanca ndihmon me bë kvorumin parlament nëse 6 vendimet kryesore janë të zotuara se do të zbatohen. Për të tjerat, fare nuk e kemi asnjë lloj pjese të reflektimit tjetër, sepse për ne është më rëndësi çështja, respektivisht çka dhe jo emri. Marrëveshjen për emrin le ta bëjmë, por atë marrëveshje do ta shohim nëse i përfshin 6 çështjet që i kemi ngritë. Nëse nuk i përfshin, ne nuk mund ndihmojmë në atë formë. Gjitha këto duhen të shihen një nga një dhe me analizë të saktë ligjore. Ajo që jemi sot e që është tepër e dukshme është kuvendi i bllokuar. Sikurse u tha edhe më herët, Kosova nuk shkon në zgjedhje pa konstruim të kuvendit, ndërka që pjesa e obligimit është 30 ditor. Ta shohim se cila do të jetë shpikja e alibisë së radhës, në bindjen tonë alibi për zgjedhje, por se ajo që është tepër domosdoshme është që Kosova ta konstruoj kuvendin. Dhe pastaj do të analizojmë secilën detaj e secilën dimension nga secili pikë vështrim për të pa se cilat janë të drejtat edhe baza ligjore për çfarëdo lloj vendimi.